Bashkësia Fetare Islame në patronazhin e Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Fetaj organizoi manifestimin tradicional Baklavaja e Bajramit. Pjesë e këtij manifestimi ishin presidentja e vendit, zonja Gordana Siljanovska-Davkova, kryetaria e Komisionit për Marrëdhënie me Bashkitë Fetare dhe grupe religjioze Olivera Trajkovska, krerët e bashkive fetare, përfaqësues të korit diplomatik në vend, deputet, kryetar komunash, përfaqësues të organizatave civile, përfaqësues të mediave, imam, afarist dhe shumë figura të shquara të jetës publike dhe politike në vend. Të pranishmit i përshëndeti një koqiri i manifestimit të Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, i cili u dëshiroi mirësardhje. Kreu i Bashkisë Fetare Islame Mesjerash tha se është një privilegj i madh ju mirëpres në këtë manifestim tradicional të baklavas së Bajramit, një rast i mrekullueshëm që na bashkon për të festuar unitetin, mirënjohjen dhe frymën e mikpritjes. Kjo mbledhje nuk ka të bëjë vetëm me ëmbëlsinë e baklavas, por edhe me ëmbëlsinë e jetës, dhuratën e pachmueshme që të gjithë ndajmë, tha me këtë rast kreu i Bashkisë Fetare Islame Shaqir Fetaj. Është një privilegj i madh të ju mirëpres në këtë festë të madhe tradicional me emrin Baklavaja e Bajramit, një rast i mrekullueshëm që na bashkon për të festuar unitetin, mirënjohjen dhe frymën e mikpritjes. Ky tubim nuk ka të bëjë vetëm me ëmbëlsinë e baklavas, por edhe me ëmbëlsinë e jetës, dhuratën e pachmueshme që të gjithë e ndajmë. Teksa gëzojmë këtë traditë të çmuar të Fitër Bajramit, le të ndalemi për një çast për të reflektuar mbi kuptimin më të thellë të jetës dhe përgjegjësinë tonë të përbashkët për të ruajtur shenjtrinë e saj. Vlera e jetës njerëzore te kalon të gjitha kufijt, qofshin ato politik, shoqëror apo kulturor. Është një besim hyjnor që na është dhënë neve dhe si i tillë është detyrë jo morale të nderojmë dhe ta mbrojmë. Është përgjegjësi dhe detyrë jonë morale ta nderojmë, ta kultivojmë dhe ta mbrojmë. Sfidat e fundit kanë treguar për pëlhurën e shoqërisë sonë. Humbja e jetëve si pasojë e konflikteve dhe keqkuptimeve kanë kërcënuar harmoninë që na lidh së bashku. Megjithatë, pikërisht në koha të tillë duhet të ngrihemi mbi ndarjen dhe të përqendrohemi në parimet që na bashkojnë dhe mshuria, respekti dhe mirëkuptimi i ndërsjellë. Uniteti ynë si shoqëri është një reflektim i forcës dhe qëndrueshmërisë tonë. Së bashku mund të kapërcejmë çdo pengesë dhe të ndërtojmë një të ardhme të bukur e bazuar mbi paqen, drejtësinë dhe bashkëpunimin e ndërsjellë. Ky unitet fillon me dialog të hapur, gatishmërinë për të dëgjuar dhe vendosshmërinë për të vepruar me ndershmëri dhe urtësi. Në fjalimin e tij në vijim, kreu i Bashkisë Fetare Islame tha se pavarësisht dallimeve tona, tubimet e këtilla duhet të jenë frymëzim për miqësi dhe respekt të ndërsjellë, sepse kjo shërben si dritë shprehse dhe na kujton se të gjithë jemi të njëjtë. Le të marrim frymëzim nga kjo mbledhje, ku njerëz nga prejardhje të ndryshme vinë së bashku në një frym miqësie dhe respekti të ndërsjellë, mund çërbej lidhja që krijojnë këtu sot si një dritë shprehse dhe një kujtesë se pavarësisht dallimeve tona, jemi të gjithë pjesë së njëjtës familje njerëzore. Le të marrim frymëzim nga ky tubim me rastin e Fitër Bajramit, ku njerëz nga prejardhje të ndryshme vinë së bashku në një frym miqësie dhe respektin të ndërsjellë. Mund të shërbej lidhja që krijojmë këtu sot si një dritë shprehse dhe një kujtesë e re, pavarësisht dallimeve tona, jemi të gjithë pjesë e së njëjtës familje njerëzore. Teksa e shijojmë ëmbëlsinë e kësaj feste, le të përpiqemi gjithashtu të sjellim ëmbëlsinë në jetën e të tjerëve përmes mirësisë, bujarisë dhe angazhimit të palëkundur ndaj parimeve të njerëzimit. Lutemi që Allahu fuqiplot të na bekojë të gjithëve me urtësi, durim dhe forcë, ndërsa punojmë së bashku për të kultivuar vlerat që ngrisin dhe mbrojnë jetën njerëzore. Qoftë ai
udhëzuesi ynë drejt unitetit dhe paqes dhe qoftë ai të na jep aftësi të shërbejmë si kujdestar të krijimit të tij me përulësi dhe dhemshuri. Ju falenderës të gjithë që jeni së bashku këtu me ne në këtë rast të veçantë, me rastin e Fitr Bajramit, gëzuar festa e Fitr Bajramit dhe u mbusheshin zemrat dhe shtëpitë tuaja me paqe dhe begati. Falenderës shumë, Zoti ju bekoft. Në fund të fjalimit të tij, Reisul Ulema, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, falenderoi pjesëmarrësit dhe u lut që Zoti të na bekojë me mirësi, paqe dhe të na jap forcë të punojmë të gjithë për ngritjen e vlerave njerëzore.